do të ishe Skënderbeu. Bravo, vajza. Do bëj çfarë? Të më dote kokënaq. Ç'kemi gota? S'kemi Mirëmëngjesi. Mirë brëma. Faleminderit që pranuan ftesën për të ardhur te podcasti. Po pse jo? Po pse jo, sigurisht. Ti pranë ftesat Në për intervista, podcast, pikërisht. Unë zi po prisja. Po, sidomos do të cena do të se nga që po mlerja ma. Unë sot të thjesht me çuna nuk do kisha ardhur. Me çuna s'do kisha ardhur, pse më do fira. Gjan çunat. Po pas do bëj edhe pyetje çuna. I ke alergji çunat. Jo alergji për thjesht. Jo re. Moj, ç'i keni këto? Jo re po. Ja shumë të mirë, nuk je ashtë haca me vajza. Po se. Nuk je ashtë haca. Mirë, sigurisht, okej, nuk po do të apet vajza, se jemi vetëm vajza, sot që do bëjmë apet e vajza. Po. Po prapë, do pranoj edhe me çunat se. Sigurisht. Se njerëz janë ata, janë janë majmune edhe ne jemi. Unë dësha nuk është do bëj pyetje vajzat çuna, thjesht do bëj pyetje. Unë do bëj vetëm pyetje, okej? Tani të lutem, mund të prezantoheni pak kush do të filloj? Okej, fillojmë kështu. Po. Unë jam Rejta Mira dhe studioj në shkollën Pjetër Bruti. Sa vjeç je? Jam 8 vjeçër gjys në 21 qershor bursë. Okej, super. Unë jam Amali Gurakoqi, jam 8 vjeç, studioj në shkollën Gustav Mahler. Dhe e kam ditëlindje në 11 korrik në Bushnërat. Okej, të dyja në verë. Po. Do krash. Është korrik e ti? Në qershor, po në verë. Po. Përshëndetje, jam Enatolle, jam 8 vjeç, 20 gusht në Bushnët, kur tritën dua të bëhem aktore, këngëtare, biznesmene, sepse më pëlqen matematika. Po që vesh unë si biznesmen, gjaketën e shumë. Okej, vajza. Po, patjetër. Do të bëhem aktor, por pse jo dhe avokate? Patjetër, pse jo? Mua më pëlqen shumë aktore, të dalë në libra, në intervista. Po, si kjo intervista që po bëjmë ne. Ani ju e dini pak a shumë se si funksionon podcasti çaj. Po, si intervistë si punë për shembull, por si punë, kur na marrin shefi për një mbledhje. Për të kuptuar më shumë dhe vetes suaj. Si mbledhje për prindër, ose ta bë fëmia jem s'ka marrë një. Okej. Një pyetje që unë ja bëj gjithë fëmijëve. Sa mendoni ju se e njihni veten tuaj? Si 60%. 60%. Okej. Se më pyeti mami. Të pyeti mami. Pati. 60. Unë e një 100% se jam vetja ime dhe askush se një nuk një. Sigurisht. Nuk e di, 60. Nuk e di do të thotë në përqindje? 50, po. Edhe të 50-60 nuk e. Po, pra, më thënë, ka shumë situata, të themi të drejtën, që ne mendonim se do reagonim ndryshe, po në fakt kemi reaguar shumë ndryshe. Unë jam vetja ime, ose së disa jo. Sigurisht. Më thënë, 60%. edhe mendojmë që e njohim 100% vete, por në njerë theme pëtëse, në base nuk e njohim dhe shumë. Atë 100% thash një herë, po pasaj dyshova mëndjes. Kur e mendove, e prit një herë. Po, prit një herë. Ka pasur në njerë raste që ju mendonit që shumë do shkoj në shkollë unë edhe... Do them këto gjëra. Do them këto gjëra, po, kur në fakt nuk keni folur fare se ju ka për emocionet, apo? Jo, nuk ka ndodhur që në shtëpi ka vjetur që do ndodhur kjo gjë. I kam përgatitur fjalë dhe kur shkoj te klasë fjalët e kundërt. Ashtu e di. Dali kështu. Dali pa dashje. Jo, se edhe unë kështu ka ndodhur. Ose për shembull në një situatë të frikshme, ose keni parë një film të frikshëm për shembull edhe thoni unë s'do të trembem nga ky filmi, pastaj edhe kjo ka ndodhur. Edhe kjo ka ndodhur. Jo, unë them që do trembem shumë sepse kam shumë makse në ato kushte. Edhe unë. Të frikshëm edhe pastaj nuk është se... Jo, nuk e shikoj atë që është me frikë, po pra se ngele në mendje dhe... Sigurisht, nuk është që e mirë që të shohim filma të frikshëm, se
sidomos. Ose do të fshin nga vizat. Pikërisht, unë nuk e shoh fare, nuk i duroj. Më pëlqen shumë gjumë për të parë filmat. Edhe unë. Shumë mirë. Shumë mirë. Tani jeni gati të fillojmë me pyetjet? Po i bëj një pyetje që mbase e keni dëgjuar, por është një pyetje shumë e bukur. Okej. Për të njohur pak ju. Por duket ja. Nuk ka rëndësi. Ose prisni moment. Çfarë do të sillnit? Të jesh 2 herë më i zgjuar apo 2 herë më i bukur? Wow, E vështirë, ëh? po më di, 2 herë më i zgjuar sepse bukurinë e ka. Unë bukurinë e kam, zgjuarsinë e kam, unë do mendoja zgjidhja të jesha 2 herë më i zgjuar, sepse çfarë duhet bukuria, ka rëndësi, ma ato lekë unë bëhem i bukur. Okej. Ose më sa kur njeriu është i zgjuar, bëhet dhe shumë i bukur, pra është person. Ka rëndësi zgjuarësia, jo ti më i bukur edhe bëj unë jam Pikërisht. Përgjigja ime është për mirë të jesh 2 herë më i zgjuar, sepse bukuria nuk ka më shumë bërëti se zgjuarësia, dhe zgjuarësia të bën Po, sigurisht, ka shumë njerëz që janë shumë të bukur, por nuk janë dhe aq inteligjent, dhe sigurisht bie pak ajo bukuria, sikur. Po, okej, je e bukur, po do doja të ishe domethënë e zgjuar. Okej, po vjen të zgjuar sepse pamja jashtë nuk ti tregon pamjen. Patjetër, sigurisht, më pëlqeu kjo. Bravo. Po pra ti trishtë një fare, ti di. Sigurisht. Okej, një pyetje ndryshe. Ja, kjo. Do t'i bëj kështu pyetje të ndryshme që kohës, mos të vim në të njëjtën. Cili është ushqimi më i çuditshëm që keni ngrënë ju ndonjëherë? Po që ti je mirë. Ti është i çuditshëm në pa. Ose në shi. Bamje. Ata në formë, ata nuk e di se në rreth të gjithë shqiptarët se është gjëra mund t'i gjë më e preferuar për fasulja. Fasulja. Fasulja është shumë mirë me ha. Për shembull, fasulja të gjellura që i përzini, bëjnë fasulje me bamje, kuca e fusit zotarë. Së pëlqej fare. Duke i thotë shumë i çuditshëm është i shëndetshëm, të gjithë shqiptarët e duan me ha, por për mua është shumë i çuditshëm dhe është ha me qetë të njoma, ose me faqe i shpifur për mua. I shpifur për ty. Okej, është shumë i shëndetshëm, prandaj e preferon shumë shqiptar. Ashtu nuk e kam shumë qejf me thënë të drejtë. Nuk e ha fare. Nëse se me thënë të drejtë, mua më ka çuditur ku kam ngrënë për herë të parë tacos. Tacos. Po me thënë drejtë, meksikan. po me thënë drejtë nuk janë të shpifura. Nuk janë, jo, janë shumë Shumë mira. I kam provu për herë të parë. Vite shumë çuditur. A di se duket të çuditshëm bami se ka me të formë si piramid. Po, edhe kam bledhur pastaj. Kur unë kam qenë e vogël, kemi shkuar në një restorant me të shtëpisë dhe kemi provuar mish struci. Unë kam provuar. Mua vjen shumë gjimnastika. Jo, ishte kështu si, mbase si ishte mënyra e gatimit e mirë, ishte kështu si qollur. Ose ha fare. Preferoj më shumë peshk. Një pyetje tjetër. A e konsideroni veten fashioniste? Do të thënë që ju pëlqen fashioni, moda, që visheni bukur. Pra, a ju intereson moda në përgjithësi? Moda re, për shumë që thonë që këtë vit është në modë zeza, ose është në modë leopardi, ose... Ose mua më pëlqen më shumë veshjet franceze, se janë më klasike. Veshjet klasike franceze. Ja, po klasike dhe të gojnë me edukat, një si zonë. Një si zonë, po, shumë në vërtet. A marrë ti vishesh gjithmonë pak ekstra me këto flokët, me këto e ke qef dhe me përshë që mendoj se ti ke shumë qef modën, të eksperimentosh pak. Unë vërtet nuk eksperimentoj në pavjen e jashtme, por kur shkoj në shtëpi, filล์bëj kapje flokësh ose gjëra, se kombinime veshjesh, kombinime veshjesh që mund të jenë vërtet të çuditshme shumë, por do të dalë shumë bukur kombinime. Unë shkoj në shtëpi, nuk kam çfarë bëj. Edhe dy e ka kështu Pastaj kur e kam bërë, ka një blog çmimesh, aty unë, do të thotë,
vizatoj fustane të ndryshme, ka kostume, se më pëlqen. Edhe kur të rritë, më t'i bajt me tim që t'i bëj. Po, masi mund t'i rikrijosh kur të rritesh. Nuk e di më bëjmë pak si tur që jam ka që ta një bëj, që për shumë kam një vete të fustanë shumë të bukur, por më duke si kur jam ke vogël që thjesht ajo fustani është mod shumë e bërë. Po, është shumë e bukur, do me thënë duhet t'jesh mbase pak me rritur që ta veshë, se jo e jesh. Jo se rritur që ta veshë, ta krijosh. Ta krijosh, po. Unë mendoj që kur të rritë që të marrë lekët ta vuaj shkollën, të hajë ushqim dhe shumë. Edhe unë do hap një dyqan me ato në përshëndime që ka krijuar shumë, dhe i qepja të gjitha fustanet, kostume dhe do i shesja. Është pak e vështirë të qep. Po s'ka problem, mund të marrësh rroba qepse. Mund të marrësh dikë, mund të paguash dikë që të qepje. Ju pëlqen moda, ju pëlqen që të visheni, të rregulloheni, të pistrose. Ose zgjesh të fitoj lekët e mia për punë time ose bëhem make-up artiste. Make-up artist. Se ti shumë për Po pra, si biznesmene po flet, çdo që është të fitoj lekët e mia. Nëse që mi kushërirat e mia, a më që lyej kështu si party se unë. Se aty je pëlqen shumë të lyej si party. Di të lyesh? Të mësuar që të lyesh? Vërtet? Po përta edhe që kështu make-up artiste. Ose shumë vajza në të lye. Nuk jem në vërtet kur dalë, për shkoj në shtëpi, thjesht kur bëj ato veshjet edhe bëj një make-up. Edhe unë shumë lye. Gjëra kështu. Ju jeni shumë të vogla që të lyeni që tani, domethënë mund të eksperimentoni në shumë përqet, po që unë tani nuk një vajzë, po aty në vogël lyen ato make-up. Veshën në vogël. Po, Okej. Një pyetje tjetër tani. Ja do ta kisë. Pak më me spec, po. Nëse do kishit mundësinë që të bëni dikë të thoshte të vërtetën, çfarë do t'i pyesni? Që donit pyetje interesante. Unë do i thoja, thuaj të vërtetën se me të vërtetën do shpëtosh dhe nuk do të vërtasi. Duhet thuash vërtetën se po the të gabuara ajo kupton, ti po e thua pak si me tur. Po, pikërisht çfarë pyetje mund t'i bëni një persone? Një pyetje specifike. Ha? Në momente, Në moment, po, pra, mëndorin tani, a donit pyetje? Unë që e kam gati kur e shikoj që një shoqe bam që kësti kështu Duke që po të mban një sekret ose të qka? Jo, por sikur më mban për interes, do i thoja, do më thosh të vërtetë, edhe që të tregote vetëm të vërtetën dhe do e pyesa. Nuk e shoqe, kërcon në një gjë që të ka bajtur nga Pra mund ta pyesje, më thuaj të vërtetën, më ke shoqe apo vime mua vetëm se të ndihmoj në detyrë? Po pra, ka një shoqe që më pyetje gjithkohë si është ajo, nuk ja tregoj sepse ja marr në Nuk më vjen, po. Ose thotë që ma je mua fare, çfarë thonë ju pastaj? Sigurisht. Ose unë vidja, unë kam një shoqe të ngushtë. Edhe ajo po mban diçka mua sekrete. Unë do i thoja, ma thuaj sepse jemi thjesht shoqe të ngushta, nuk është se jemi ndonjë të panjohur. Ma thuaj se jemi shoqe të ngushta. Nuk është se ja tregon dikujt shoqe të ngushta se sinqerisht më mbaj sekret. Sigurisht, patjetër që shoqet e mira, vërtet. Po, që janë bëj spray. Bëj sekrete me nga. Je Flores, që është e kurser. Po, por duhet të flasim, nuk duhet të flasim për njerëz të tjerë, se nuk është mirë të flasim për njerëz që nuk janë të. Flora është vajzë shumë. Ajo e perfekt, ajo flet për jam. Unë jam rritur që mosh diku tek 1 vjeç. Ke rritur me dorën. Edhe klasë para që jam shkëputur tik për klasë të dytë. Prapë dhe jemi shoqë shumë të mira, bëjmë sekrete bashkë. Nuk i nxjerrim, e dim që të dyja nuk i nxjerrim sekretet e mi. Edhe u nuk e trastoj njëra tjetrën. Shumë kur dikush të thotë shikoj se ajo nuk është e mirë. Tyre prap vit na thonë po shikoj se ai nuk të ka shoqe, të më thonë mua. Po, pra të mbron, po. Marje?
Harrova pyetjen thuaj. Çfarë më bët? Nëse, pra çfarë pyetje do I bëj dikujt që mendon se nuk po tregohet sinqert dhe ti mund ta zbuloje të vërtetën. Një pyetje specifike dua, për shembull siç ishte kjo, a më mban? Shka më pyetje. Se ajo filmi aty. Do t'i thoja, Po. do t'i thoja, a mund ma tregosh të vërtetën se në shoqërinë Po, s'ka kujtim. për një pyetje specifike, për shembull, çfarë do doni të zbulohet te një person? Unë po t'isha lexuesje më njerëz ja lexoja. Po, pra. Si ai filmi aty. Po, çfarë, një gjë që jeni kurioze. Ma tregu të vërtetë se si thësh shoqe. Çfarë të keq e ka që s'po tregosh të vërtetë? Po një gjë specifike nuk keni? Sigurisht. Siç ishte kjo që ta reale, për shembull që nuk e shoqe se do që të ndihmoj me detyrën, apo jo, pra diçka specifike. Po, për shembull, Apo më ke, a më ke shoqe 6 me ti që më tregon këto gjëra? Apo po okay. kohë të ndihmoj në protestet e tyre? pra çfarë do dëshironi të shpiknit? Ozësh. E mendove direkt? Po, unë dëshiroja të shpikja një makinë fluturuese. Një makinë fluturuese. Se nuk isha nevojë të paguaj 100 euro biletin. Prapë të pagesë. Okej. Për t'ikur në Hawaii, në Francë, në Itali, në Spanë, po thjesht I kam atë. Merre atë. Ka dy gjëra që do doja të shpik. Okej. Një makinë fluturuese që mund të shkosh ku dosh, edhe do doja të shpikja magji, do thoja, dua që ky libri të vihet te atje poshtë në Tarac, okay, do vite me magji, hop atje. Unë dhe s'kisha dhe një shkop magjik ta shpikja, edhe doja të isha presidenti dhe t'ishte gjithë çka falas. Gjithçka falas. Okej. T'ishte rahat. Ndërsa unë dhe të shpikja një qytet, një qytet për të shtet, me ngjyra të blu, roz, të kuqe dhe jeshile. I gjithë shteti vetëm apo I gjithë qyteti vetëm me këto ngjyra? Pjesa e flamurit me këto ngjyra dhe emri ta kishte nuk e di, duket pak e turka, do të Amigator. Okej. Emri I qytetit, Okej. dhe atje të qyteti bëjë çuditshëm në të gjithë planetin. Po zësh unë Që doja të vishën njerëzit kështu me jetë moda me Roba të çuditshme. jo me langarina që I vejnë me ku diun ca që vejnë varë. Tjetë modë shumë ekstravagante. Po, shumë. Po, të me ato ngjyrat e flamurit. Jo me ngjyrat e flamurit, por me këto ngjyrat shumë të ndezura. Do doje ti të krijoje këtë lloj qyteti të shpjegoj. Okej. Edhe unë doja të shpikja një shtet, e ta kishte emrin Edzna, se që kam emrin, e të bashkë të kujtim nga mama, s'më harroni. Sigurisht. Edhe do kishte ngjyrën të zezë, shohë si kishte bota e zezë. S'kam parë. Në fakt, edhe unë do ta shpikja një shtet dhe do të flamurin do ja vija vetëm roz me një zemër të kuqe. Dhe do ja vëja emrin ku diun. Shon Valentini. Nëse me emrin tim? Po, Amare. Okej. Atëherë, nëse do kishit një superfuqi, po vazhdoj të kjo, çfarë superfuqi do keni? Vetëm një. Jo, një, po edhe 10. Ose, unë doja të kishte një shkop magjik të sulmoja të gjithë njerëzit në momente që më gacmoni, do me thënë. Me një shkop magjik, dhe shtu ju nga të. Të mbrohesh. Si kur kisha friqin e Amerikanës. Jo, mësoj se di që do bëja unë. Do kisha një shkop dhe me këtë shkopin do mbrohesha. Do të shoja të varfër, do t'i ndërtoja kështu me shkop magjik një shtëpi dhe do t'i thoja, hajtë futuni juve. Hajtë, le që shkoj. Dhe do vija qëfar të më donte kokra që Dhe sa unë fëqin që do doja dhe kisha që të ndihmoj njerëzit e varfër sepse më vjen shumë keq për to. Dore të ndihmoje ti. Bravo. Bravo vajza. Bravo vajza. Jeni shumë të mira. O sa emocionale që jeni. Prandaj jeni artistë, sa artistët janë emocionalë gjithmonë. Artistët shohin një film fillojnë qajnë direkt. E kam bërë Bravo, ju lumë, mirë. Kalojmë në
kalojmë në ndonjë temë çik më festive, më të gëzuar. Se nga i qyteti i Rajnës, që ishin njerëzit të vetë. Lajë kule. Okej, atëherë, ne kemi biseduar se çfarë do doni të bëni në jetë, po çfarë hobish keni? Keni se çfarë është hobi? Pra, dëshira, qefe, për shembull, po, për shembull ka njerëz që hobi e kanë të udhëtojnë gjithë botën. Unë doja të isha një aktor shumë e famshëm, me njëni të gjithë, ko që dila në rrugë, të thonin, Irna, unë jam të jote dhe madhe, ti ditë kërcesh, ditë këndosh, ditë vizatosh, ditë bësh matematika, ti mojë fëmijën ti. Shumë edhe madhe, mendoj që duhet me jepin kështu. Që ti bëj autograf. Po, autograf. Ose edhe të kisha një satër, të ruani nga mua, dhe mos më harroni kur, se kam përqisha, se William Shakespeare. William Shakespeare, po. Do doni të ishit William Shakespeare, do më thëmë. Po, në doja ti, në do. Po, unë doja të isha vetja i. Po, Edna, Unë kam vendje tjetër komplet. Hanje. Unë doja që vogël të mundohesha të krijoja gjëra kështu edhe kur të shkoj të poshtë ballit të realizoja këto gjëra. Dhe për këtë që tha Edna që të dalë në rrugë dhe të bëjmë të famshme, për gjëra që krijoj që tash mund të jenë shumë normale, por kur të rritem mund të jenë gjëra të çuditshme, shumë të çuditshme. Dhe kisha qef që unë e kam shumë qef që njerëzit të më adhurojnë, të më njohin për emrin dhe mjerin tim që kam. Po. Kam shumë qef. Doni të bëni një person i rëndësishëm. Përveç të vetëm i famshëm, sepse ka njerëz që janë të famshëm, por nuk kanë bërë, më kanë marrë famë koti, po flasin, pra. E kanë famën të paguar. Ose kanë famën të paguar, ose kanë bërë diçka që rastësisht janë bërë të famshëm, por nuk janë njerëz vërtet të rëndësishëm që kontribojnë në shoqëri. Pra ju doni të jeni njerëz të rëndësishëm që vërtet jeni kontributin tuaj, pra. Edhe që kur t'isha e pasur për të Nëse do të që do ndihmohet të njerëzit po të varfrit. Nëse do të ishe Skënderbeu. Okej. Skënderbeu i vogël. Okej, të bëhem pak të Skënderbeu do merja një fletë, do shkruaj një poezi, një libër, edhe atë libër kur të vdiste Skënderbeu do e kishin luratur të gjithë, se është heroi ynë kombëtar. Okej, pra nëse do ishte Skënderbeu do kishte shkruar një libër. Po. Nuk do harxhoje kohë duke luftuar për shembull. Do thoshte prit një sekondë luftë, se po shkruaj. Okej, në rregull. Të Jo të gjithë shpikër, si libri është shpikër, do që të shkruash një. Po, të shkruaj një libër, por mos të jetë i hollë. Të jetë libër i trash për jetën tënde, apo një tregim? Apo libër? Jo, do Kur shkruaj shkruaj sa pasha jote që do e kem jetur për gjithë të shëm e vogël. Po tani e, po çfarë? do kisha njerëzit më të çuditshëm në botë. Po, pra. Do shkruaj një libër njerëzit më të çuditshëm në botë. Okej. Edhe do shkruaja emrin e titullit, do e vërja Titulli. Titullin, po, do e vërja jeta e gëzuar, por do të njëjtën kohë dhe e trishtuar. Ashtu. Jeta mund të jetë, do të thënë jeta e ka të dyja gjërat, por Atje, po ju jeni shumë të vogla dhe për ju jeta është vetëm e gëzuar. Okej, shumë faleminderit vajza, unë kënaqja. Jeni shumë të mirë. Do po mirë. Sa e keni kurse? Do vi, Dhe bëjmë shumë më shpesh. Dhe i pranoni ftesat, do nuk du mi refuzoni. Jo, Nuk jeni ftesa, nuk jemi as të Nuk jeni as të